Një hap drejt njohjes. Një hap drejt hapjes së mendjes. Biseda thellësisht përmbajtësore për arsimin, librin dhe të drejtat e njeriut. Prej fjalës së shkruar e deri tek zërat e fëmijëve. Hap është për ty që pyet, dyshon dhe që kërkon më shumë nga bota që të rrethon. Hapu të martën nga ora 12, Urban FM 103.5. Hap është platformë ku flasin dietar, studiues, aktivist dhe ekspert të arsimit. Por arsimi nuk jeton vetëm në libra dhe teori. Arsimi është përditshmëria e fëmijëve. Arsimin nuk mund ta kuptojmë vetëm duke folur me të rriturit. Fundja është thelbësore të dëgjojmë perspektivën e fëmijëve, të përfshijmë mendimin dhe qëndrimin e tyre në vendimarrje, sidomos në çështje që prekin drejt për drejt jetën e tyre, sikurse që është shkolla, mësimi, siguria, biblioteka, teknologjia e të tjera e të tjera. Sepse e vërteta është e thjeshtë. Nuk mundesh me ditë çka ka në xhungull, thot populli, pa hyrë në xhungull. Dhe askush më mirë se nxënësit nuk e njeh xhungullin e shkollës. Të dashur miq, kjo është hera e dytë që në podcastin Hap vjen një fëmijë. Dhe sot kemi mysafire të jashtëzakonshme. Bora Puka, vetëm 13 vjeçe. Por me një mendim e imagjinat që na kujton se dia nuk matet vetëm me vite. Bora, kënaqësi me të pas në podcastin Hap. Përshëndetje, Agam, faleminderit shumë asore që më keni ftuar ju dhe shpresoj që kena me kalu shumë mirë. Unë jam i bindur që kena kalu mirë. Si stash është hera e dytë që e kemi një fëmijë në këtë emision. Edhe thonë të drejtën, prej këtë epizodeve që i kom bo, me fëmijë diqysh kom kalu mas mirë të drejtash. Besoj që është energjia ma pozitive. Po, besoj që ashtu është. Në vërtet fëmijët janë, se unë kom punu edhe me fëmijë vetë gjatë kësaj vere dhe kom pa qysh, për një me ta sjellin një lloj kënaqësie të veçantë që nuk e gjen të tjetër kush. E vërtet, po pajtona plotësisht. Bora, kena me fol paka shumë qysh të kom tregu për temat ndryshme, po që natyrisht ndërlidhen me shkollën, me arsimin, me çështje që ndodhin brenda shkollës. Unë kisha pas qef me ditë mas pari ti 13 vjeç që klasa e? Në klasën e 8 jam. Klasa e 8 ash, a? Po. Okej, edhe pak në shkollë të mesme të lartë. Po, edhe pak. A më tregon mu edhe atyre që po na shohin, qysh është një ditë e zakonshme e jotja në shkollë? Që ditë e zakonshme në shkollë të na, unë shkoj në 9 frashër, na zakonisht i fillojnë mësimet herët mëngjes, jena cikli paradite, pesh 7:40 kena shtashërarin, edhe zgjasim deri në 12:50. Kena një person i hershëm? Apo qosh lejt me shku në shkollë? Unë e qona shumë let, e kom su vetën ashta që se që 3 vjetë. Unë e që vështërësi e kom pas gjithë jetën, prej që e një vetën, e kom pas vështirë më që më njështë. Plot me që bashkëmëshatarë me cilit bisedoj e kanë qëtë problem, po unë nuk më ka ndodhë në herë kështu, ndodhë në i ditë saktune nëse të ra shi, për shambull din që shumë ka një herë, po dhe nuk kom dëshirë më zgju, po në përgjësi nuk e kam shumë problem, se e kam rutinore, mësohesh tani me kohë. Nisë mësimin në 7:40. Po, dhe me thonë fillon ora, në përgatitemi gjatë pushimeve të shkurta, se urti kemi nda me pushime, edhe pasaj hyn arsimtari në klasë dhe fillon zhvillimi i procesit mësimor. Tash, varësisht pej lëndës arsimtari, temës, varet shumë që shkën dita, që shkën ora caktune, ka normalisht raste ku pëlqen ndoshta më shumë një lëndë ose tjetra ose ndoshta thjesht në orë jena duke bërë diçka më interesante në aktivitet, po kryesisht zhvillimi e njësive bojna na me libra, në tabela, shkolla jone i ka dhe kabinetet ose laboratorat për disa lanë caktune, nuk na pjan çdo herë me shku, me që kena nxënës mjaft shkolla edhe ndodh që se 2 klasë për një herë normalisht nuk mundem me nda kabinetin, po Se 2 klasë? 2 klasë du në me qenë prezent kabinet? Jo, nuk kemi nevoj, po është... Që është probleme që ndonjëherë, për shembull 2 klasë kemi ta marr fizikën në të njëjtën orë, me 2 arsimtare të ndryshme. Nuk mundën që të dy, po, kështu ndodh kanë herë po.
Çka e bën e tha që ka orë që të pëlqejnë, Po. ose një lanë që të pëlqejnë më shumë, se sa disa tjera. Po. Apo më tregon ç'a e bën që dallim. Pse të pëlqen për shembull ty një orë, cila do të qoftë Po. ajo, më shumë se një tjetër. Po. Kështu këto mendoj që janë 3 gjëra ndoshta kryesore. Më së pari është interesi i vet fëmijët. Pra, unë si person jam shumë kurioze për shumë gjëra, më pëlqejnë gjitha edhe sidomos lanë shkencore më doken shumë të kapshme, më vin lehtë. Po e di për shembull kam shumë bashkëmoshatar që ju doken shumë të rënda, sidomos ose e di që plot fëmijë nuk ju pëlqen historia, më pëlqen për shembull si lanë më doket interesant. Preferenca të ndryshme. Po, më varet pak për çka i vjen natyrshëm nxënësit, më varet shumë nga aktivitetet që i bojnë, mënyrën që si zhvillohet mësimi. Për shembull, ndaj ditë është edhe tema që është thjesht më interesante se sa ditëve tjera. Ndodh që për shembull, në gjuhë shqipe ka nxënës që e preferojnë kur jemi duke lexuar literaturë dhe ka nxënës që e preferojnë kur jena duke zhvilluar gramatikën. Varet. Edhe mendoj që sani më i madh që varet se si një nxënës ka lënë në orë është energjia e arsimtarit kundrejt nxënësave dhe mënyra e shpjegimit të atij arsimtari. Okej, energjia e arsimtarit. A mundesh më zbërthy pak si të energjinë e arsimtarit? Çfarë po mendon? Ajo të fol për entuziazmin e tij? Ajo të fol për pozitivitetin që ai e përçon për shembull, sidomos herët mëngjes? Apo për dijet e tij që ai ka, ose mënyrën, metodologjinë e punës, mënyrën që e shpjegon një mësim? Ç'a e bën një arsimtar për shembull më të veçantë për ty? Që janë që ato cilësit ose që ato veprat e ti mrena orës mësimore që ty të pëlqejnë ose që i zhdash nështë me i pas model edhe mësimdhënësit e tjerë. Unë për vete mendoj që normal është gjëja më e mirë është mi pas një kombinim të plot gjërave të cilat na ndihmojnë, po kryesisht mendoj që më së pari është energjia pozitive që e përmende, entuziazmi edhe pasioni për lëndën. Unë kam dëshirë që arsimtari që është duke ma përqu mu temën, ta ma përqoj me pasion, ta vrej unë që ai arsimtar ju pëlqen kjo edhe që kanë dëshirë me përqu ata në mënyrën më të mirë të mundshme. Për shkak se e vëren nxënësi në të vërtetë kur arsimtari i pëlqen lënda, kur i pëlqen ajo që është duke treguar se vrejet shumë lehtë, sidomos tek ne adoleshentë dhe fëmijët i kapim shumë lehtë emocionet e tjetrit. Andaj është shumë e rëndësishme që arsimtari të vjen me një energji pozitive, edhe të jetë ora pak e lehtë, e lirshme, të shkon Qasja ma miqësore, po, jo shumë... Besoj që është aty shumë se kryesisht po lidna prap tek adoleshentë, masi mosha jame i kuptoj më së miri, ne për me dëgju dikën, për shkak se mendoj që adoleshente kanë shumë një nevojë për me rebelu ndaj rregullave që mos mu mbajt të kufizuar, dhe për një adoleshent të ndihet i lirë që ta dëgjoj dikë me vëmendje dhe që ta nuk ta sheh atë si armik, them. Ata duhen mund me kriju një lidhje me atë person, me arsimtarin. Dhe në këtë rast arsimtarit nuk i kemi miq, por i kemi është nevoja që ta kemi një raport mirë me ta, edhe arsimtari e bën shumë atlet këto, kur arsimtari bën shaka në për orë, ose na man më lehtësisht, ndonjëherë kënojmë këngë së bashku, ose thjesht ndonjëherë kur arsimtari është në gjendje të marrë parasysh që jo çdo ditë për shembull nxënësi ndihet mirë, edhe jo çdo ditë është koha optimale. Është shumë e rëndësishme që arsimtarët edhe me ditë mi kuptu nga një herë nxënësit, normalisht nuk thamë ne se cilin herë mi fal gabimet, po edhe une personalisht e di që plot bashkëmoshatarët mi mundën mos më vajtu me këta. Unë e du edhe një arsimtar i cili është strikt them bilandën e tyre. Nuk kam dëshirë që për shembull më fal nota ose thjesht më dhën vetëm se unë kam dëshirë që atë notë, kam dëshirë që me ta arrij aty me merit, edhe më pëlqejnë arsimtarët të cilët më shtyjnë përpara edhe më tregojnë ku i kam gabimet, ku duhet më përmirësu e tjera kështu. Okej, me përmende notën edhe meritën. Meritën jo si person, po... A më tregon ti mu për shembull prej përvojës tonë, tash 8 vite në proces mësimor,
nuk po e marr për bazë edhe nëse ke qenë parashkollor, po veç këtë mësimin formal obligativ. Sa konsideron ti që çto nota për shembull që qarkullojnë që vendosen në për shkollat e Kosovës janë të vërteta ose të barazvlefshme me dijet e nxënësit? Kështu që unë mendoj që A mundet të nxënës mi pas krejt 5? A është normale? ndodh, ama nuk për këtë arsye mendoj që nuk e përçon dijen 100% nota. Ma shumë mendoj që nota e përçon motivin e nxënësit për me mësu edhe për me arrit që ato nota, sesa që është në të vërtet paraqitje e dijes. Unë i kam për shembull notat e mira në shkollë dhe unë sa herë bashkë bisedoj me këndëqoft, ju them që arsyeja pse unë arriti mbaj notat e mira të mia, jam për shkak se unë kam motiv të arrij më shumë në të ardhmen edhe të bëj sa më shumë. Andaj gjithmonë jam duke i kushtuar sa më shumë rëndësi aspekt mësimor dhe t'i di, sidomos për shembull mësimet e fundit, që me mujtë në orë të jem aktive e tjere. Por sigurisht që nuk është një parashirim i drejt, me që për shembull shpesh herë mund t'i mësosh vetëm njësitë që i kemi të fundit ose njësitë paraprake, po mund është me arru shumë lehtë njësitë që i kemi mësu në fillim të vitit, edhe ende me marrë notën e mirë. Ose ndodh shpesh herë që nxënësat për shembull nuk janë aktiv gjatë periudhës, por në fund ngritën, pyeten me gojë dhe i përmirësojnë notat për herasi. Nuk është paraqitje. Çfarë për testet bora? Për testet jam shumë Ç'është është një test sot që testohesh në këtë rast prej nxënësit në lanë të ndryshme? A është më shumë i orientuar tek vlerësimi i asaj si çka ti mund mend, apo ka pyetjet e cilat të shtyjnë me mendu kështu në mënyrë më kreative, për shembull qysh me bëu një zgjidhje të një problemi të caktuar? Po. Unë shpesh herë nuk kam qenë gjithmonë për teste, me që më duket që janë shumë kufizuese, me që pyetjet shpesh herë janë shumë të mbyllura, janë me alternativa. Nuk i kemi me alternativa, i kemi për shembull kur kemi nevojë me shënu, po kërkohet një definicion shumë specifik. Shkak se nuk është edhe vetëm tek pyetja, është edhe tani sa arsimtari ka dëshirë që ajo pyetje të jetë e afërt me definicionin i cili është i shënuar në libër. Kemi plot shumë kështu? Ka plot arsimtar që kanë dëshirë, normal unë po flas në përgjithësi, jo vetëm për shkollën time, po ka plot arsimtar që kanë dëshirë për shembull me pas definicionin sikurse në libër, edhe tjetë definicioni shumë i përafërt me ata që është të shkruar, por pa qenë tërësisht i njëjtë, e andaj është pak vështirë që nxënësi në për testet t'i mbaj mend tërësisht definicionet në mënyrë të rregullt. Andaj me mënyrën se si ne i bëjmë testet, ku i kemi për shembull 10 pyetje të mbyllura, jo me qarkim, po i kemi për shembull thot çfarë është qeliza dhe te jep definicionin e qelizës. Kemi edhe me qarkim normal, po kryesisht janë kësaj lloj pyetjesh. Mua më shumë më pëlqen kur i kemi testet e ka të hapura, kur për shembull e kemi na japin një temë të caktuar ose na dhojnë një pyetje, një gjë që është më sipërfaqësore, edhe tani ne kemi nevojë ta zbërthejmë atë në sa më shumë që dim edhe të shkruajmë sa më shumë që dim për atë gjë, atë tema, çfarë do. Për shembull, në këtë rast vend se të thotë çfarë është qeliza, pyetja le të jetë fol për qelizën, dhe kjo do të jetë vetëm një pyetje për shembull. Edhe e ki gjithë orën ti fol për qelizën, fol për organelet, i him pak më në thellësi dijenive tua mbi atë, dhe aty në të vërtetë vrihet shumë më mirë nxënësi sa ka dijeni për qelizën, se sa nëse vetëm e din definicionin apo pse por për shembull çapo ta merr mendja ty, pse për shembull mësimdhënësi bën si pyetje më të mbyllura krahasu me për shembull pyetjet që ti kishe pas qef me qenë më të hapura. Për shembull unë kam një mendim, po para se me japun një mendimin, po du ty me dëgju çapo ta merr mendja. Pse e formuloni mësimdhënësi ashtu tesin, që na supozojnë që ai kish ditë me formulu edhe po supozoj me pyetje të hapura, jo të gjithë, se ka mësimdhënësi na ashtu nuk dim, po na po flasim për mësimdhënësit që janë pak më të mirë. Mendoj që është për nashta që kanë nevojë
masi kemi shumë tematika që hyjnë brenda me një test, ata kanë nevojë që sa më ta testojnë nxënësin të gjitha fushat, me që të gjitha temat, me që nuk është e drejtë për shembull ta vetëm ti kushtosh rëndësi vetëm një teme kurse ta anashkalosh tërësisht një temë tjetër. Andaj krijojnë sa më shumë pyetje të mbyllura, thjeshta, sipërfaqësore, për të cilat nxënësi mundet më mësu, domethënë si terme më bazike, edhe mu testu në sa më shumë njohuri. Që mendoj këtu është problemi kryesor të testit, është që kërkojnë më shumë njohuri sipërfaqësore, edhe njohuri të cilat nuk kanë nevojë që nxënësi të hyjë në thellësi të mendimit kritik ose të bëj analiza në të vërtetë të pyetjeve të librit të asaj të cilat na tregojnë, por më shumë kërkohem ato që janë të njohura ose të pritshme. Nxënësi shpeshherë edhe mëson mënyrën se si arsimtarët i formulojnë testet, për shembull, se arsimtarët ndryshëm kanë mënyra ndryshme të formulimit. Edhe ndodh që për shembull ne e dim çfarë arsimtar, çfarë lloj pyetje kanë na rënë. E dim sa mu thellu brenda një teme. Atë çka mendoj unë, ndër të tjera. Për shembull, kur vjen koha mandej me i kontrollu çato teste, ajo lyp angazhim. Edhe mendoj, jo veç që mendoj, po edhe kom dëgju që një prej arsyeve pse arsimtarët i bojnë çështo pyetjet më specifike, është se tani kanë më lehtë me kontrollu. Se me të bëj shumë pyetje të hapur aty, tani duhet me lodh mendjen me këshir, a e ke formulu për një më mirë, a e ke kuptu mirë, çka ke dashur me thonë, se ndoshta me shpletu pak librin. A kështu definicionet i den aty shikon libër edhe i kontrollon më lehtë. Mund të më konë, në të vërtetë mund të më konë gjë që është e vërtetë se ka ndodhur për shembull që arsimtarët për shembull e marrin, kom dëgju, që e marrin e kontrollojnë për shembull një test dhe në bazë çati testi, ndodh dhe kontrollojnë testin e një nxënësi mirë dhe në bazë çati testi i kontrollojnë tani i vlerësojnë gjitha testet tjera. Krahasojnë. I krahasojnë domethënë me çat notën e lartë. Ama është prapë shumë problematik që ky sen edhe vetëm po flasim në hipotetike. Por ka pak edhe po i dim gjëra, çat xhungën që për më herët. Po duhet ta bëni pyetje pak sfiduese. Në rregull. Gjatë këtij diskutimi deri tash keni moment kur them, po të parafrazoj se s'po di a e mojta në men krejt mirë me citu, po pak a shumë theksisoj, s'po flas për arsimtarët e mi, po kështu në përgjithësi po flas. Pse po atë qëtë nevojë me e thonë, qëtë fjali, vogël, shkurt? E po atë pak brengën që mos po na shen e arsimtare, mos po njihet. Normalisht gjithmonë është ajo që më koni sigurt, po edhe është edhe e vërteta që normal unë këtu jam edhe si zë për bashkëmoshatarët e mi, nuk vi vetëm për borën dhe për eksperiencën e borës, por vi edhe për nxënës të tjerë që nuk e përjetu këtë çdo ditë. Andaj kur them nuk flas vetëm për arsimtarët e mi, normalisht ata përfshihen, po mendoj që ka raste kur për shembull jam duke cek gjërat që kam dëgju prej tjerëve, vetëm që të jenë qartë edhe audienca edhe dikush nesër që e sheh. A di me qenë hakmarrës arsimtarët bora? A ke pas ndonjëherë përvojë gjatë tyre 8 viteve, jo domosdoshmërisht personale, po mbrana klasës ose unë mendoj që jo aq shumë janë hakmarrës arsimtarët me ata nxënës që nuk i dojnë, janë edhe me ata. Më ka ndodhur që kam pa raste kur për shembull i drejtojnë vetëm një nxënës, i targetojnë vetëm atij, po kryesisht mendoj që më shumë është tek favoritizmi, sidomos nëse një nxënës e njeh për shembull një arsimtar ose ka krijuar raporte më të mira me atë arsimtar, arsimtari me më shumë gjas është që ta favorizojnë një nxënës se sa ta anashkalojnë një tjetër, në bazë mendimit tim. Sa kom vrejt unë. Qysh të bën mundi kjo? Ty ose shokët e shoqet e tua, për shembull kur e vren një shiqare që një arsimtar pe favorizon një nxënës brenda klasës. Unë mendoj që është shumë degraduese them për nxënës të tjerë kur e vren që arsimtari e favorizon vetëm një nxënës. Normalisht nuk është gjë që na nuk mund ta ndryshojmë se ai arsimtari ka favorit për një arsye dhe shpeshherë nxënësit e favorizuar janë ata nxënës të cilët
janë nxënës aktiv, janë duke dhënë përgjigje vazhdimisht në orë, duke ngrit dorën, duke qartësu pyetje, e tjera, po prapë se prapë, arsimtari si detyrë e ka që ta përqoj njësinë edhe ta përqoj dijen e tyre tek ne dhe ju të na krahasoj neve mes vete. Me që tani nuk arsimtari din që edhe të krijoj pabarazi ndërmjet klasës, edhe kjo besa mund të ndikoj edhe tek bullizmi sidomos tash tek ne, te moshatarët tonë, që me njëherë prekemi shumë lehtë për shkak të fazës që jemi duke e kalu. Për një fjalë, edhe nëse nuk është të drejtuar tek ne, edhe nëse është për shembull që vetëm e kemi vëre që një arsimtari e do dikë tjetër më shumë, ti mundet me ardh inati për shembull, edhe pastaj shat inatin tën e shfryn tek ai person. Të çajnë nxënësi i favorizuar. Ta ju filloni me bullizu, me ngacmu. Po, ose për shembull, shpeshherë din që i thonë nxënësat si terminologji nuk më kujtohet në shqip shumë përdej, si nerd, si këta që mësojnë shumë a shumë edhe që zbojnë kurrë tjetër. Po, që veç shkruajnë libra kanë. Që do me thonë, që kjo është shumë e shpesh që e kom vrejt që ndodh tek gjenerata jonë sidomos, nuk e di si çka qenë gjeneratat e tjera, po tek gjenerata ime edhe këto 3-4 vitet plus minus që i kom vrejt, mendoj që kjo është një dukuri që ndodh mjaft. Pasi e përmene bullizmin, po kam qef bashkë më ndalë që kjo pjesë. Sa është prezent bullizmi në shkollë, Bora, tek ju, tek jo do mos dëshmërisht veç tash, po edhe tek vitet që i ke kalu, edhe nashta nëse unë është me nga kallëzu, cilat janë format më të shpeshta, që tu praktikat, që i sheh, i ndini, përjeton, edhe ti, edhe shokët e tua, qysh ma shpjegon ti me fjalë tua një ngacmim që ndodh brenda shkollës, ose a ka pas një rast konkret që mund është me pa emra, po veç ngjarjen me na e shpjegu. Kështu që neve që si jena në qatë junglën që e përmena në fillim, se për përsërit qëllimisht. Bullizmi tek ne, tek moshatarët tonë, është jashtëzakonisht prezent, përmendoj në një mas alarmuese. Dhe kur e përmena, ka shku t'ju rrit? Unë e mendoj që ka shku t'ju rrit ndër vite. Për shembull, nxënës, sidomos mendoj që kjo faza ku jam unë qitash, ku është do në fundi i shkollës, jo shkollës fillore ose cikli i mesëm i ollë, kom dëgju që shpeshere përmendem, për klasës 6 deri në klasën e 9, edhe pastaj shkolla e mesme kom dëgju që është e tillë, ku më shumë ti është e përhapur bullizmi. Edhe mendoj që kjo është kryesisht më së pari për shkak të kësaj fazës ku jemi më të lëkundshëm si qenie njerëzore që jemi duke u zhvillu. Edhe është vetë pasi kur të rritemi më tepër, atëherë i zhvillon njohuritë, zhvillon mendjen dhe e din se si mund të ndikoj këtë tjetër, je i aftë për me vrejt pse nuk duhet me bën një veprim të tillë. Kurse më herët mendoj që për shembull për klasës parë deri në klasën e 3, edhe pse ndodh bullizmi, po den ka pas raste ku kom dëgju për me shokëve shoqe, ato që ndodh me vëllezërit e motrat e tyre, për shembull në ciklet më të ulta, që edhe aty shfaqet, po prapë se prapë është më i thjeshtë edhe kur është bullizëm në ato mosha, me që fëmijët ende nuk janë të ekspozuar ndaj gjërave kaq të vrashta, kaq të rënda, kurse tek ne ka pas raste kur zakonisht bullizmi është verbal, tek ne, unë sa kemi kur kapim për fjalë, shtyhen për gjëra saktume, thirrën emra me njëri tjetrin dhe ngacmohen shumë. Hajde ilustroma, tregoma, çfarë emra për shembull? Për shembull që mu personalisht kur më kanë i vogël, shumë shpesh ma kanë bë kryeman. Se kam pas kryet pak të madh. Alo, e kam, po tash edhe jam rritë. Çfarë emra të tjerë për shembull? Te ne për shembull shumë shpesh që e di që përmend në kështu është shkurtabeq ose zgatavell, që janë dhe me emra që ofendojnë shumë gjatësinë, sidomos tek djemtë e di që është kjo kur janë më të shkurt, me që janë të pasigurt në vete për atë gjë, kom dëgju kështu për bashkëmoshatarëve që kemi bë bashkëbisedim. Ose në rast konkret. Ako në rast që ty të ka prejkë për shembull, kur e ke pa mbrana shkollës për mënyrën se qysh është ngacmu ose bullizu një djalë ose një vajzë?
Po kam qef me një nga ngjarjet kështu Jum ka mendoj se vërtet që e keni përjetu ju nga shkollës. e kemi një nxënës në shkollë të na. Është që është më i dobët edhe vjen nga një familje cilin më duket që nuk i ka shumë kushtet. Normal nuk më bë paraqikime, po si duket nga sipërfaqja. Edhe më kujtohet një rast para disa viteve ku pasi u ktheu në klasë ditën e ardhshme, do të thonë ka përfunduar shkolla një ditë dhe ata kanë ndajt djemtë të klasës sonë kanë ndajt së bashku, kanë luajtur në fush futboll, siç ndodh shumë shpesh. Tani ditën tjetër kur janë rikthyer, e kanë paraqitur si çështje tek arsimtarja mësuesja që njëri ndër fëmijët i cili ka qenë aty prezent ka qenë i bullizuar nga më të mëdhej, nga një grup më i madh i kanë qenë aty në fush. Që kanë qenë në fush. Po. Dhe me thonë, me që e kam pa që djali ka qenë ma i bresht edhe më i dobët kështë, kam fillu në një mënyrë të dhëmshme me ka për shembull për bluze, për majice, e di që ndodh shpesh, që me shty për tela. Tani, miqtë e klasës sonë, normalisht kanë ngrit zërin edhe sa kanë mujt atëherë kanë mbrojt shokun e tyre, por e di kështu që ka qenë si rast që ka ndodh edhe që më ka prek jashtëzakonisht shumë, me që ka qenë dikush me të cilën kom qenë i afërt edhe më ka ndodhur që e kom pa. Po ndonjëherë bullizmi është edhe nuk është i drejtë për drejtë, din tjetë për shembull edhe im shef të folin prapa shpinës. Kujtohet një rast ku kom qenë me disa miq, çdo vikendit patëm kalu kena dal, si dalim na zakonisht me lujt. Edhe ja ka filluar më flit tema të tilla që janë shumë ofenduese dhe paragjykuse ndaj nxënësave të tjerë. Për shembull, më ka ndodhur kom pas një mek, edhe ka thonë si a ki po gjyshin çfarë vesh të mëdhej dhe vetëm ai kujdeset për të, ku i ka prind, që është gjë shumë ofenduese t'ia thuash dikush që shumë e vrazh, shumë e pacip t'ia thuash dikush se ti nuk e din atë që ndodh në prapavi, nuk e din pse është arsyeja ose çka ka ndodhur gjatë jetës atij personi. Edhe shpesh herë mënyra më e mirë që me trajtu në këtë rast është ose kur është të fshat për shembull vetëm kur është të fshat në idenë që personi tjetër nuk është prezant, është në të vërtetën e mendoj që është e rëndësishme mi mbrojt të tjera që janë duke përjetu bullizëm. Bullizmi rritet vetëm më shumë nëse ne jemi duke leju. Andaj është shumë rëndësishme që edhe nxënësat të ngritin zërin, edhe shkolla të ngrit zërin dhe të merr masa ndaj nxënësave të cilët bullizojnë ose janë raportuar si bullizues, edhe arsimtarët vetë nëse shohin ndonjëherë ndonjë gjë shumë e rëndësishme që ta paraqitin në këshill edhe të mirën parasysh secili rast sado i vogël të jetë. Mirë. Disa të gjëra interesante, po unë po du me çu diskutimin pak në nivel edhe të disa statistikave. Ta zonë për shembull, para 2 viteve, nuk di nëse e mon mend, po grupmosha e nxënësve pak më e rritur se ti, kryesisht shkollave të mesme të larta, e patëm bo një protest në për shumë qytete të Kosovës, me matën s'po shkohet në shkollë. Para se me bo që atë protest, këshillat e nxënësve i kanë mbledh disa dhëna, e kanë bo një anketë brenda shkollave. Edhe për shembull një prej dhënave statistikore që ka dalë është aty që thotë që mbi 40% e nxënësve kanë qenë të bullizuar ose kanë qenë të pranishëm në ambientet të shkollës ku ka ndodhur bullizmi. Mbi gati gjysma e fëmijëve, do të thonë të paktën një herë kanë përjetu ose kanë qenë aty prezent ku ka ndodhur bullizmi. Këto e konfirmon mandej është një organizatë që është një koalicion i organizatave për mbrojtjen e fëmijëve. Edhe ata të regojnë raportet e tyre që në shkollë, ku të duhen ashta me qenë streje sigurisë, shfaqjet e ngacmimeve dhe të dhunës janë shumë të shpeshta. Po tash na mandej pa të mbuni ulëmtim tjetër dhe neve na pa të ndalë e te janë këtë rast, na pa të ndalë dhona ku dikun gati 70% e nxënësve, na kanë thonë që nuk njihen sigurt me raportu, me i tregu për shembull drejtorit shkollës ose me ndjek që ato linjat e raportimit, kur ka ngacmim bullizëm ose dhunë në shkolla. Po.
qysh qëndron që kjo, sidomos e fundit? A nini ju të sigurt për shembull me i raportu çto raste, ose cili është ai reagimi juaj? Sa është nxënësi aktivist me i qujt për shembull? Po. Mendoj Kur shet që si ngjarje ose kur e sheni nxënës që nuk është i aftë për arsye të ndryshme, ndoshta për shkak se ju kanë bu një grup i nxënësve që është i ngacmu, dhe natyrisht kur është vetë ai nuk është i aftë ose mjaftueshëm i fuqishëm për me shmang çato ose me u përballë me çat situatë. Cili është reagimi ose çysh është dash me reagu rrethi tjetër, nxënësa tjetër, ose qysh është dash me raportu, a raportohet, a ka reagime, edhe kur raportohet, a e vreni ju si nxënës që ato raportime po merren parasysh, po adresohen, po trajtohen si ankesa, apo veç metet që aty edhe s'merret kurkush me atë. Mas pari kisha pas dëshirë me cek që një fenomen që e kom vrej që ndodhë shumë është që nxënësi me shumë gjasa është për të raportuar mbi bullizmin që e shet të dikush tjetër, si sa bullizmin që ju ndodh direkt atyre. Shumë ndër pse? Kina i mendim? Mendoj që është kryesisht për shkak se për shkak të frikës. Ti nuk e njeh. Friksohet për hakmarrje. Po, friksohet për hakmarrje, me që edhe mendoj se është më mirë me lanë me çat se me bu mu anku tani më keq me përjetu. Po, pikërisht. Edhe më ka ndodhur një rast të bullizmit që u raportu në shkollën tëna, nuk i di kështu specifikat, po më kujtohet ma ka përmend një bashkëpunëtor, më ka tregu se si ata janë bullizu dhe ka paraqit pastaj në këshill disiplinor në tek arsimtarit përkatës, edhe arsimtarët mirën, ose shkolla në këtë rast, mirët vetëm me bullizmin që ndodh brenda mureve shkollore, që është detyra e tyre, po vjen puna që nxënësi, për shembull kur bullizohet, edhe nëse në shkollë ndoshta ai bullizëm mund të ndalet, të preventohet nga arsimtarët, nga ata të cilët na vëzhgojnë, atëherë mund keqësohet bullizmi jashtë mureve shkollore. Dhe shumë shpesh ndodh që nxënësi nuk ndihet i sigurt ta raportojë atë për frikën që bëhet edhe mazit pastaj. Po. Me që prapë them arsimtarët edhe ndodh që kom dëgjuar që thonë shembull, nëse nuk ka ndodhur në ortame, nuk është problemi jam, nuk është ajo, nuk më takon mu mirë me këtë çështje. Që mendoj që është një mënyrë shumë e përgjithshme për t'i vëzhguar sendet, edhe je duke a vendos një çarshaf them mbi gjithë problemin, edhe mos duke e marrë parasysh se mund të jetë një bullizëm shumë i rëndë, edhe ndoshta ai nxënësi vetëm thjesht ndihet sigurt vetëm me njërin arsimtar për ta treguar këtë sen. Nëse arsimtarët tani nuk vazhdojnë me ndërmarrë masa me marrë parasysh, nxënësi mund të dorëzohet tërësisht. Por kur e sheh për dikon tjetër, nuk i mendon, nuk i ndjen këto gjëra, nuk i ka të afërta, andaj besoj që bullizmi raportohet më shumë për tjetrin sesa tek bullizmi që i ndodh vetes. Edhe pse mendoj që është mështirë me vëzhgu bullizmin që ndodh tek ti, se shpesh herë për shembull në grupe shoqërore ndodh që ne vetëm po bëjmë shaka, po bëjmë hajgare, nuk është kur gjë e madhe, po den vështeje bajat, po den nuk je me tripat e shoqërisë me mënyrën që folim na, nuk je duke kuptu. E kështu që nxënësi shpesh herë kur është në pozitë e të bullizuarit, edhe nuk e vren që është duke ra prej, vetëm e ndjen veten emocionalisht më të lodhur edhe më të pasigurt në vete, por nuk e vren që ndoshta miku i tij më i ngushtë është shkaktari i këtyre emocioneve, konflikte që i ndjen me vetveten. Kështu që andaj mendoj që është shumë e rëndësishme që shpeshherë që bullizmi të paraqitet, të raportohet, edhe sa i përket sa mirën parasysh raportet e bullizmit, mendoj që varet shumë nga masa, nga lloji, nga ati të cilit ja ki parashtru. Po në shkollët e na besoj që janë marrë parasysh, janë diskutuar rastet specifike, po nuk po më duket që mund themi që najherë tërësisht është eliminu bullizmi për shkak të ndonjë raportimi. U zgjidh ndoshta çaj rasti konkret, po
për shembull kam vazhdu gjërat në prapavime ndodh për cilat nuk janë diskutu ose nuk janë marrë parasysh në raportim. Faleminderit shumë Bora. Interesant bone me i mendu të gjana kështu. Po ta bëj një pyetje pak kështu, po hina pak në e di që ti e ki imagjinatën shumë zhvillume. Edhe me qenë se një, për shkak se ke qenë pjesë i disa programeve në ETA, edhe ata trajnerat aty të kanë lavdu vazhdimisht. Po deshta me të pyet kështu. Nëse ti kishe me qenë drejtore e një shkolle, në bazë kësaj që ka folëm deri tash, disa pi problemeve që i trajtum, qa këshin me qenë disa hapa konkret që i këshin ndërmarti për me ndryshu që situatë, për me e bo shkollën ma të vend ma të sigurt, edhe një vend ku sjell ma shumë lumturi të fëmijët se sa dhimbje ose emocione jo të mira. Po. Qysh e këshin imagjinu ti një shkollë ideale, të cilën te kështë udhëheq, e kështë ndërtu asiso. Imagjinoj një vend ku krejt ekspertat janë ullë për të ngojnë, edhe s'ki probleme me pare, ti veç ki me thonë qëta pe bojna, për me bo një jetë ma të mirë për nxënësit që jetojnë edhe shkollohen këso. Po. Mendoj që E shfrenojnë pak imagjinoj. një gjë i cili shumë shpesh nuk kuptohet nga ata të cilët sot janë në për pozita vendimarrëse, është që më shumë kontrolla ndaj nxënësve nuk do të thotë eliminim ose parandalim i një çështjes. Ne vendodhim për shembull që vinë edhe na bëjnë kontrolla në për shkollë që kam dëgjuar tek nxënës të tjerë në për shkolla ndryshme që bëhen kontrolla vazhdimisht, ama mendoj që Kontrolla fizike kishë. Kontrollojnë qantë. Po, kontrolla fizike sidomos. Po edhe kontrolla kur për shembull me fjalë për shembull na thonë mos e bëni këtë, mendoj që këto janë shumë të nuk kanë impakt fare mbi nxënësit. Sidomos kontrollat fizike mendoj që vetëm i bëjnë nxënësit më të msheft se sa me që mendoj që shumë më së pari nuk bëhen mirë kontrollat të cilat bëhen. Për shembull, nëse nxënësi është i njoftuar paraprakisht për një kontroll, atëherë normalisht që kontrollat nuk ka më kone ideale, me që se neve din që për shembull na kanë lajmëruar. Na lajmërojnë kanë herë për kontrolla. Nesër kena më kontrollu. Po, ndoshta për nesër, po edhe për nesër na kanë thonë, po zakonisht ndodh që për shembull na thonë mas 2 ore, po, mas 3. Sot ndoshta vin për kontrolla ose na thonë ndonjëherë edhe vet arsimtarët na kanë treguar, na kanë thonë për shembull. Arsimtari ju tregoni kush vjen me abu kontrollën juve? Herën e fundit që na kanë ardhur, ka ardhur drejtoria. Drejtoria e shkollës. Drejtoria dhe menaxhmenti i shkollës vin për me bë pjesën e kontrollimit. Po kontrollimi nuk është i thellë. Arsimtarët ju tregojnë paraprakisht. Pse ndodh kjo për shembull? Mendoj që arsimtarët janë të vetëdijshëm për ato që nxënësat i marrin edhe ndjejnë një empati për nxënësat, sidomos për ata nxënëse me të cilët janë më të afërm arsimtarët, të cilët mund të jenë edhe më problematik. Po, të cilët mund të jenë edhe problematik, ndodh se e di që është ajo ideja që arsimtarët i ndojnë vetë nxënësat e mirë. Mendoj që nuk është e vërtetë se ka arsimtarë që na kanë treguar neve për shembull e kam në një mik në klasë që shumë hajgaregjit them shumë është i gjallë. Dhe ndonjëherë edhe me bo shaka ose themi lasdrimllëshje gjatë orës mësimore, po kom pas arsimtarë që na kanë thënë për shembull më pëlqen shumë ora në klasë ju, si gjithmonë është shumë e gjallë për shkak të disa individave që i keni në klasë. Kështu nuk është vetëm që arsimtari i dën vetëm nxënësat e mirë. Vërtet. Mirë. Një element tham, jo shumë kontroll, jo shumë urdhna. Po. Sepse nuk po ka efekt që ajo. Po. Tjetër? Tjetër mendoj që është e rëndësishme të bëhet një hapësirë themi më e lehtë për të shprehur ankesat edhe kërkesat e nxënësve. Ne i kemi kutit edhe ankesat kërkesa, po më së pari ti
për me dërzu një ankesë ose kërkesë, pavarësisht nëse je duke dërzu në një mënyrë anonim, ti je duke shku te kutia dhe je duke e shti letrën brenda. Aty ashtu kështu dikush do të sheh. Nuk kam informata se sa shpesh kontrollohen kutitë e ankesave. Sa kom dëgjuar nuk është që edhe i marrin shumë parasysh. Edhe ka pas raste ku na kanë thënë që nëse nuk jena të drejt për drejt me tregu për shembull kush është duke e bë këtë kërkesë, ajo kërkesë nuk mirret parasysh me. Kur është anonime. Po, na thonë që është e rëndësishme që për shembull më kon të gjitha nënshkrimet e të gjitha nxënësave të klasës ose SPOK kryesisë të klasës kur jena duke marrë një vendim. Por mendoj që kjo është problematike, andaj e kisha bë në sistem ku kishin mujt nxënësat në një mënyrë elektronike mi tregu problemet e tyre, sa vetëm që mos jenë parasysh edhe të jetë plotësisht anonim, që mos të ndihen nxënësat sikurse ose duhet ta shfaqin veten ose mos të dëgjohen. Do të kisha organizuar shumë më shumë mundësi për nxënësat të flasin për veten, se mendoj që shkolla shumë shpesh. A mundet me kanë kjo bursë, unë kam dëgjuar për shembull që arsyeja pse këto ankesat anonime nuk i marrin shumë parasysh është se ata çarkullojnë fjalë këtu tek mësimdhënësit, tek drejtoria që për shkak të notës ja kanë bërë një ankesë profesorit me qëllim arsimtarit, kjo nuk është e vërtetë se kjo është arsimtari mirë. A janë çto arsyet për shembull? Po tashti, a mundet me qenë çto arsyet vërteta? Ndodh që për shembull ju nxënësat organizojnë edhe për shkak të një çfarë po dione, nuk e preferojnë një arsimtar se ndoshta se ka sjelljen shumë miqësore ose ju kanë notu që ju mendoni që ju kanë notu në mënyrë drejt. A mundet me ndohë për shembull që grupet nxënësish mundën mu organizu me i bo disa ankesa edhe nëse çato ankesa nuk janë të bazuara, nuk janë të vërteta, po si më thon kushtimisht shpejtëshuj me shpif ose me mashtru ose me rajt pak për mësimdhënësin si formë hakmarrjes. Unë nuk mendoj që normal mendoj që nxënësat kanë për dispozita që për një arsimtar të caktuar të thojnë thashë theme, por më shumë vetëm brenda do me thonë bashkëmoshatarëve me vetë tyre, edhe që diskutojnë në mes veti. Ata të cilat janë duke i bë ankesat, tamam, janë ata të cilat në të vërtet kanë problem me një arsimtar edhe në të vërtet nuk pajtohen me një çështje të atij arsimtari. Edhe sidomos nëse një arsimtar vazhdimisht është duke marrë ankesa ose një grup i madh i nxënësve është duke u anku për një arsimtar, edhe nëse ajo ankesë ndoshta duket e pabazuar, vetë fakti që një grup aq i madh i nxënësve janë organizuar kundrejt një arsimtari, mendoj që e paraqet në një mënyrë ose tjetrën një problem tek ai arsimtar. Ka diçka të vërtetë, nuk mundet me ndodh veç hajt. Po, kom dëgju ankesë të pabazuar. Kom dëgju tek një mikesh, e cila ka thënë që për një arsimtar në shkollën e saj, vazhdimisht me vite të tëra, janë duke u bë ankesa. Për atë arsimtar për mënyrën që e mon ai që e zhvillon orën. Edhe drejtoria si përgjigje ndaj këtyre ankesave ka thënë që përderisa nuk është duke bërë diçka që është e ndaluar, na nuk mojna përgjegjësi për ne nuk mund t'i bëjmë asgjë për arsimtarin. Po. Kështu është edhe çka problem që unë e kisha marr, mendoj pak më shumë parasysh çto ankesat e nxënësve ndaj arsimtarëve. Po, nëse isha kon drejtoresh, kisha menduar që nëse mund nxënësi është duke më parashtru një ankesë për një arsimtar, atëherë unë ose kisha bisedu me atë arsimtarin drejt për drejt dhe i kisha tregu për shembull që duhet të ndryshoj disa gjëra, ose ndoshta edhe kisha marrë ndonjë arsimtar tjetër i cili ka raporte më të mira me nxënësit edhe në cilin nxënësit ndihen më rahat. Nëse më vazhdu tash me dalte një pikë tjetër, do këtë e përmenda, po çka ideja ku më organizu shumë ma shumë në mënyrë që nxënësit me shpreh zërin e tyre më shumë. Ne kemi programe për shembull që ndodhin nëpër shkolla, por shpesh ato programe janë me tema të caktuara ose i kemi për shembull fjalimet të cilat janë të përgatitura nga arsimtarët vetëm për t'u lexuar nga nxënësit, kinse
në emër të nxënësve. Okay. Që është që mendoj që sa për ashtu më mirë le dalin e flasin arsimtar dhe ne i mbajmë opinionet tona. Andaj më pëlqen shumë grupi debatit, se m'duket jemi ndër shkollat e pakt në Kosovë, shkolla ime që mban një grup të debatit, ku i diskutojmë çdo çështje edhe debatojmë mes vete, po të shakon në drejtërisht ju kisha kushtu shumë më shumë rëndësi mënyrë të hapë organizimeve të hapura, ndoshta edhe ditë pa ditë, që nuk është të thani gjithmonë vetëm organizu për festa, mendoj. Ndonjëherë organizimet besa janë më praktike, janë më të fuqishme atëherë kur janë duke u bë për thjesht për nder për dëshirë, për nder për kënaqësi. E jo domosdo vetëm në lidhje me në një datë saktuar. Po. Ku është shkolla në Shqipe bora mas 10 viteve? Po është këtu edhe elementin e zhvillimit teknologjik të jashtëzakonshëm që po ndodh së fundi. Unë mendoj që unë me pas në arsimtare bot mas 10 vite ajo. E kom mendu shumë që gjë e kena diskutu me bashkëmoshatar që mendojmë nes se i shkon shembull në vazhdim. Besoj që në 10 vite nuk kishme ndryshu edhe shumë. Kisha pas shpresa që elemente teknologjisë kishë ndryshu, më falë që ndërpreva. Për shkak që e dim që në Kosovë zhvillimet janë shumë ngadalshme, apo 10 vite janë pak për me ardhen në qitë pikë. Unë mendoj që edhe nëse jo në Kosovë për shembull ta zonë në shtetet që kanë zhvillimin shumë, arsimin shumë zhvillum, mundet me për 10 vjet me i bo arsimtar të robota? Në vendet të zhvilluara mendoj që ndodh, edhe që do të ndodh sidomos në vendet të cilat janë ma për teknologji dhe ma për injektimin e teknologjisë në për shkolla. Por këto s'paku në Kosovë të na mendoj që edhe arsimtarët kanë dhe me të vjetrën, edhe ende janë me atë idenë që teknologjia nuk duhet më përdorë në për shkolla, është inteligjenca artificiale, është jo e përshtatshme për shembull më përdorë në për shkolla. Sa i përket mësimdhënësve robot, unë mendoj që nuk kisha pas dëshirë me arrit deri aty. Unë e kuptoj idenë plotësisht, e di që roboti ndoshta kish bë më pak gabime ose kish pas më shumë njohuri e përgjigje për nxënësin. Po mendoj, siç e thashë më herët, sa i përket krijimit të raporteve njerëzore, që neve dita të na kaloj mirë, me që shkolla nuk është vetëm vend për edukim e mësim, ne edhe aty jemi edhe për të krijuar raporte, për të takuar, për të zgjeruar njohuritë tona, por edhe rrethin ton shoqëror. Edhe nëse arsimtarët i kemi robot, atëherë ku po na metet neve lidhja njerëzore që na bashkon së bashku. Edhe nëse ti skiçe me bashkë. Jo, nëse nxënësi është i rrethuar me robota, kush do të thotë që ai nxënës nuk do të filloj të bëhej vetë si robot, them. Tani është po shumë monotone me dita. Pas arsimtari një asistent robot që aty në klasë? E ashtu, mendoj që i shkon ma praktike. Unë jam gjithmonë për përdorimin edhe paraqitjen e teknologjisë sa më shumë në shkolla. Hajde tregom. Është dukuri në rritje. Haloje drejtoreshe e shkollës. Është dukuri në rritje dhe ardhmja jonë, siç po duket, siç po vëret edhe tani, është duke do të mbështetet tërësisht në teknologji. Andaj është shumë e rëndësishme që nxënësat se unë për shembull prindrit e mi më ka mësuar që me përdor inteligjencën artificiale e gjëra tjera për të mirën në tyre. Për shembull nuk i kërkon përgjigje direkt, por i bën pyetje ose i kërkon ndihma të vogla që të sjellin ty vetë tek përgjigja. AI nuk duhet të jetë e përdore AI. Po, unë e përdori AI, e përdori inteligjencën artificiale, po nuk e përdori si mjet për me më dhënë ide ose mjet për përgjigje definitive. Po, definitive. Unë e përdori AI me ndihmu për shembull një raport herën e fundit, gjatë kësaj kohe kom marrë pjesë me një
Junior Breakthrough Challenge, një organizat që më ndër vite ku për një temë caktuar kom pas me bëj një video të shkurt deri në 2 minuta. Unë kom vendos me fol për kancerin, masi është një rast që na prek kështu edhe në familje, po e kom marr kur vjen puna tash tek hulumtimi për çat projekt që e kom bë. Unë AI-n nuk I kom kërku për shembull me mi dhonë definicionet, ose me më tregu se çfarë është kanceri, ato kom hulumtu në për faqet mjekësore të cilat janë të njohura nëpër botë dhe dihet që janë të sigurta, por për shembull e përdor AI-n që ndihmon me formulu fjalin ose me shtu ndaj pikë të re nëse nuk I dinjitetsi. Me t'jap ide. Ose për shembull në shkrime unë nuk e përdori shumë kur shkruaj esej sidomos, me që më duket që ja hu pak vlerën edhe shkrimin nëse e përdor tej. Po ndodh që nëse jam e vrej veten që jam duke përdorur një fjalë shumë shpesh edhe më vjen me ndru pak, nëse s'm kujtohet ndaj fjalë tjetër, di që për shembull me vet ChatGPT-n që është më e përdorur ndërmjet neve, për shembull me më dhon zavendësime për atë fjalën specifike. Një ditë para do dita çto me fjalën shpirt, nuk e disha një terminologji ndoshta poetike, po që ende që mund me zavendësu çat term. Edhe çto tani kërkova ChatGPT-s edhe më I dha tani jo frymjete, jo flake, vetëm flaka zemra se gjëra tjera. E kështu kur vjen puna në për shkolla, mendoj që është e rëndësishme që nxënësat të ekspozohen ndaj teknologjisë, por edhe që arsimtarët, të cilët neve janë duke na mësu, të ekspozohen ndaj kësaj teknologjie. Mendoj që shumë arsimtar, për shembull, nuk din me përdor teknologjinë për të mirën e saj, edhe ndodh që për shembull për nxënësat nuk din mi vërejt ato që janë shkruar me AI, kështu bukfalisht, tërësisht, ose nuk din për shembull mi mësu nxënësa se çysh është mënyra e duhur për me marrë edhe për me hulumtu përgjigje nëpërmes teknologjisë ose faqeve të ndryshme. Dhe si rrjedhoj e kësaj, mandej thonë se përdorëm hiç teknologji. Po, nuk e përdorëm hiç. Mendoj që mosdia e do me thonë gjeneratave. Një arsimtar, për shembull. Një arsimtar ta zonë që mundet me kanë moshë të mesme, se po I shfaqsojmë, se s'me marrim përgjegjësinë me fajsu kërkon, po ja vjekëm përgjegjësinë ose po ja minimizojmë, se s'dira mund ja vjek krejt arsimtarëve të cilët janë moshë të shtyp. Mund mi mirë kuptu pak që kanë problem ashta mu përgjegjësu e kështu me radhë. Po një arsimtar që mundet me kanë në rreth 40 ose hajde edhe të 50 për shembull, si çdo është ai me mu angazhu, me marrë një trajnim online, s'ka nevojë me prit një trajnim fizik, me thirr një organizatë ose dikush, po online me gjetë, edhe me qysh mundet me përdorë dhe me integru për shembull çdo platforma të inteligjencës artificiale në procesin mësimor. E kam një mendim për këtë që shumë arsyeja kryesore për shkak pse arsimtarët nuk janë për përdorimin e teknologjisë edhe më shumë në për shkolla ose mësimin e teknologjisë është për shkak që deri vonë në Kosovë që ka qenë për shembull lufta edhe kanë qenë kushte shumë të vështira për zhvillimin e këtyre modeleve teknologjike, atëherë nuk janë mësu. Edhe mendoj që shumë tek ne shqiptarët është kjo ideja që ta ruajmë të vjetrën, ta ruajmë kulturën, edhe shpesh herë shkrihet kjo mendim me idenë që mos bëjmë ndryshime në përditshmërinë tonë, në objektet tona, në mënyrën që si ne I zhvillojmë ditët tona, për ta ruajtur hesapi atë patriotizmin ose shpirtin e kombit shqiptar. Mendoj që ndodh që kjo ideja që nuk kanë dëshirë të bëjnë ndryshime ose në atë tyrën të përditshme. Normalisht kjo nuk për çdo arsimtar, ka arsimtarë cilët e injektojnë edhe na mësojnë ose edhe që vetë e përdorin, edhe neve na inkurajojnë me përdorë në mënyrën e duhur. Po
sa I përket arsimtarëve, sidomos këta pak ma qytyrë mosh, mendoj që kjo mundet më konë si ide, edhe pse është. Okej. Bora, cila kish me qenë mënyrë ma e mirë e të mësuarit për ty, mes dy alternativave që po t'i thëm tash. Në një, me pyet për një çështje të caktuar me një arsimtar I cili nuk është I interesuar me u përditësu, me u, si me thonë, me u zhvillu edhe me u aftësu edhe me tren, me aktualitetet, apo qatë pyetje që kështë pas me abo si të arsimtari, me abo ChatGPT-s për shkak. Cila është mënyrë më e mirë të mësuarit për ty? Ti, cili qysh tu kish dhënë, cilin hap e kështë bo mas pari? Nëse qëtu e kështë pas laptopin edhe qëtu e kështë pas arsimtarin. Kushtet I kitë barabarta, mund është dyve me abo pyetjen, qysh tu kish dhënë ty? Kujt I kështë besu ma shumë? Qitash për qitash? Momentalisht, unë prapë mendoj që nëse ai arsimtar është në gjendje mu me ma dhonë një përgjigje, me që ka arsimtar që për shembull nuk di me dhonë përgjigje më shumë se sa që është një libër. Më ka ndodhur një rast, e kom paraqit një pyetje dhe më ka thonë, ç'të shkruan libër, ç'të shkan. Dhe në atë rast, për shembull, atëherë normalisht që ju kisha drejtu tani ChatGPT-s për diçka, domethënë informata më thosore. Po nëse arsimtari mu din me mi dhonë këto informata, atëherë normalisht që e pyes arsimtarin, me që thjesht teknologjia sado që të jetë e avancume, është robot. E roboti, mënyra se si funksionojnë këto AI-t sot, janë që ato mbledhin të dhanat të cilat I shohin edhe I vërejnë dallimet ngjashmëritë, edhe pastaj ato I paraqesin. Shpesh herë dhe ne dim sa shumë ka fake news ose lajme të rreme nëpër rrjete, ose thjesht ka disinformata, gjëra jo të sakta, propaganda etj. Të cilat një AI I cili nuk din më mirë mund t'i merr ato si fakt. Ose shpesh herë ndodh që AI për shembull edhe të shpik vet informata, nëse nuk ka përgjigje të saktë për të dhënë, ka raste ku hamendsojnë mbi informata. Andaj është shumë e rëndësishme që kur je duke bisedu me AI, vazhdimisht me kërku se ku I kanë marrë dhënat edhe a janë me shikua, a janë ato platforma webfaqe, a janë sigurta për të cilat ne mundemi besu me çdo informata. E nëse e kam mundësin pra mja parashtru pyetjen një arsimtari I cili e ka studiuar këtë fushë edhe e din përgjigjen e atë pyetje edhe kam aftësinë që mu me ma shpjegu atë në një mënyrë ku une si nxënëse kisha mujt me kuptu, atëherë gjithsesi e kisha pyet s'pari arsimtarin. Po normalisht nëse arsimtari nuk ma jep përgjigjen që kam dëshirë ose përgjigjen cilën që nuk të mjafton. Që nuk më mjafton. Pikërisht. Tani ju kisha drejtu rrjeteve. Nga AI. Interesant. Po më pëlqen që ende po shpresën në njeriu. Po, e kam shumë, nuk më pëlqen që ideja që e gjithë bota tjetë teknologji. Une pajtona plotësisht që zhvillimi I teknologjisë është I domosdoshëm për zhvillimin e njeriut, po mendoj që elementi njeri e ka një shpirt vet edhe e bukra jetës është kjo që mundi që e dhojmë. Dhe nëse është shumë e thjesht, nëse çdo punë na kryen roboti, atëherë nuk është që shumë bëhet më e ftoftë, më monotone. Po gjithsesi jam për kombinim, për një kombinim, për një. Edhe unë jam për kombinim, veç nuk po jam I sigurt apo pajtona krejt me ty, anashta mas pare e kisha vete jajnë, tani e kisha vete edhe arsimtarin. Që tu nuk po di kon me cit parin. Amo po pajtona që I shkon besoj tani për tani, kombinimi kish me qenë mënyra e duhur. Qaj arsimtari me asistentin robot që tha ma herë. Bor, a ke dëgju për testin PISA? Nuk ndoket. Testin ndërkombëtar PISA që del Kosova shumë keq në të sistemi arsimor. Po ndoket e di për cilën ja. Ti stash e kom kështu si je 13 vjeç edhe 2 vjet
ka gjallë, se aty nuk merren krejt nxënësat, po një Po. pjesë e tyre hyjnë në çat test, kur i bojnë 15 vjeç. Okej. Mirë. S'po i him pra shumë, po ç'a mendon për shembull se Kosova performon në qytetin ndërkombëtare shumë keq. Kosova po flas në sensin edhe në kontekstin e sistemit arsimor. Kryesisht është ka fundi, 2-3 vendet e fundit, kur angohet në listë me shtete tjera. Edhe në rajon është e fundit, për shembull kjo nis nga Serbia, Maqedonia, Malizi, Shqipëria, këto shtete qëndrojnë më mirë se Kosova. Pse jemi qika keqen që të aspekt, edhe qa kish mujt me u bo diçka ma mirë, për shembull, a kish mujt me qenë si pas teje, integrimi i inteligjencës artificiale në arsim, a kish mujt neve, në këtë rast, unë e kom kryer shkollën, pa teknologji, po të jenë qatë periudhën ku teknologjia ka fillu mu bo pjesë ose instrument i procesit mësimor. A kish mujt me qenë njëna prej zgjidhjeve që nxënësat në Kosovë, sistemi arsimor i Kosovës me ofru nxënësave një arsim ma cilësor. Me ta zonë për shembull, me qenë ma konkurent me bashkëmoshatarët e shteteve tjera. Mendoj që ose në sen tjetër, unë veç e amendsova, a kish mujt AI, ose qa mendon ti personalisht që kish mujt me na mundësu një 2-3 hapa ma tutje me hecë si shtet. Gjithmonë, ajo që është e re që është në zhvillim, do t'ju shërbejnë nxënësave sot më shumë se sa metodat e vjetra edhe gjërat të cilat kanë ngecë në të kaluarën. Andaj që nëse unë mendoj që arsyeja, nëse deri tani jena duke vrejt që nxënësat tonë vazhdimisht nuk janë duke performu mirë, edhe nxënësat të cilët brenda për shembull Kosovës janë të jashtëzakonshëm, kur vjen puna për shembull me garu me ata jashtë ose në internacional gara, performojnë shumë keq, atëherë mendoj që kjo do të thotë që mënyra se si jemi duke e bërë mësimin sot, sigurisht nuk është duke funksionu, e ka një problem. Edhe nëse i shikojmë vendet të cilat me arsim edhe me zhvillimin e teknologjisë, me zhvillimin e ekonomisë janë aktualisht shumë të forta, mduket që nuk jam shumë e sigurt, po siç kam dëgju, vendet nordike, veçanërisht Finlanda, janë shumë të njohur që i kanë nxënësat e mirë, i kanë rrogat e larta, dhe këto vende rrogat e larta arsimtare. Rrogat e larta. Vërtet. A duhet më arrit rrogat arsimtare në Kosovë? Unë mendoj që po, arsimtari është. Unë mendoj që jo vetëm Kosovë, mendoj që thjesht është shumë e rëndësishme që arsimtari të ketë sa më shumë mundësi që nxënësi t'i shërbej për të mirë, me që t'jesh arsimtar, t'jesh mësues nuk është kurse si punë e lehtë. Okej, po vajtona. Plotësisht. Edhe njëra pikave që unë mendoj që është shumë e rëndësishme është mas pari mi avrit rrogat arsimtare. Që tani na japet edhe mundësia me i lyp llogarimi, thonë që s'ke performu mirë për shembull. Po, pikrisht, edhe ju jep motiv që atyre arsimtarëve, edhe është e rëndësishme thjesht që arsimtarët kur kanë mundësi, ata bëjnë edhe më shumë për nxënësin. Shpesha një pjesë asaj rrugës mund të hynë edhe për shembull në mjetet e punës, në ato që për shembull nëse shkolla nuk ka mundësi, kushtet ekonomike të shkollave për shembull publike jam e vetëdijshme që këto të na spaku nuk janë për shembull më të mirat, po nëse arsimtarët kishin pas rroga më të larta, ata kishin mujt që një pjesë sa do të vogël që asaj, më kushtu për shembull po, për mjetet e tyre të punës, për gjërat që e kishin ndihmu procesin mësimor në për klasa. Okej. Po pajtona adhone, rroga është shumë e rëndësishme. Edhe fatkeqësisht rroga arsimtare në Kosovë nuk është e mirë. Kështu që për ata që na dëgjojnë, nëse është dikush i Ministrisë të Arsimit, Bora po ja tregon një prej pikave shumë të rëndësishme për me përmirësu cilësinë e arsimit në Kosovë. S'po du Bora me të liru ose me përfundu këtë diskutim tonin pa fol pak edhe për leximet
për lektyrat edhe për tekstet shkollore. Sepse në qëtë emision, qëtë podcast, dhe më thonë, ideja është që me i trajtu 3-4 tema, 4-5 tema që në rëndësime njës të fushës, edhe më ndej me e marrë një fëmi që është pjesë i shtyne proceseve që na të rriturit folën për to, edhe me pa realisht qysh aj, ose ajo, ose në këtë rast qysh bora, mrena shkollës dhe vetë, në përditshmërinë e saj, është ty e përjetu për shembull shkollën. Që atu për çka flasin të rriturit. Qa për mund nga mborës, për shembull, a i pëlqen gjirat e projektorit, a kësh pas qef me pas një smart board, a kësh pas qef nështë me ndryshu mënyrën e vlerësimit të azon masi fola për lektyra, vlerësimit lektyra, referatet e kështu më radhë. Ose edhe me hjek librin krejt. Ka disa vende që kanë fillu për shembull AI-n me përdor për lexim të lektyrave. Do me thonë me qenë interaktive procesi i nxënësit, procesi të lexuarit të nxënësit me këtë rast librin që e ofron teknologjia ose inteligjenca artificiale. Qa menon ti për tekstet obligative shkollore që i keni, edhe më ndej pak edhe për lektyrat shkollore që ja vjapin. Sa që ato tekste për shembull janë të kuptueshme për juve, sa janë atraktive për juve, ose a kanë gjuhë, ose dhonat e cilat ju mendoni që nuk janë shumë të përshtatshme për juve. Qa është krejt komplet, do me thonë, nëse mund është me përmbledh me disa fjalë qëndrimin tonë personal për tekstet shkollore edhe mandej edhe për lektyrat shkollore. Unë mendoj që spari tek tekstet shkollore janë shumë të mangëta, ose themi nga ato që nxënësit kërkojnë ta dinë. Ose një gjë që unë e kom përmend shumë, janë shumë përsëritse. Për shembull, ndodh që ndër vite jena duke përsërit njëjta tema, edhe nuk jena duke u thellu shumë më shumë mbi to. Që në shumë përqelizëm prej klasës 6, 7, 8. Po, për shembull, edhe definicioni pothuajse çdo vit mbetet i njëjtë. Unë e kuptoj që thellohem më shumë, ama ka tema specifike, sidomos për shembull në edukatë qytetare ose qytetari, ku vazhdimisht përsëriten duke temat e njëjta, për shembull, të reciklojmë, ta mbrojmë natyrën, po këto ne vetëm jemi të vetëdijshëm. Edhe mendoj që arsyeja pse tekstet shkollore janë kaq të mangëta dhe janë kaq jo të përshtatshme është për shkak se nxënësi nuk ka mënyrë se si t'jep opinion mbi to. Unë po flas këto, po përndryshe nuk kemi për shembull ndonjë mënyrë drejt për mu anku ose mi vlerësu tekstet tona. Edhe mendoj që i shkon shumë praktike nëse kishim mujt me bo një mënyrë se si nxënësi me mujt me shpreh mendimin e tyre mbi librat të cilat jemi duke i përdorur, mbi tematikat, mbi kurrikulën. Interesant, okay. Edhe më duket që shumë shpesh ndodh që të jenë shumë të lehta njësit. E di që mund më kon kështu pak e çuditshme se plot nxënësa thonë që për shembull është jo shumë e vështirë në ajsan, po unë mendoj që plot njësi janë shumë të lehta për mu zhvillu ende në nivelin ku jena tu u zhvillu. Për shembull, në matematik para disa ditëve në libër, më ka ndodhur që e kena pas një detyrë 12-6. Unë jam nxënëse e klasës 8. 12-6 është detyrë të cilën thjesht e hub kohën edhe të zgjedh në një fëmijë në klasën e parë, besa, mendoj që kish pas aftësinë me zgjedh një detyrë tillë. Andaj mendoj që shpesh herë është mungesa e saj detyrave që janë të mesatarisht, do me thonë që as nuk janë shumë të vështira, as nuk janë shumë të thjeshta. Ma të përshtatshme po, ma përshtatshme për nivelin klasor. Që do me thonë në për libra ose hasë në herë kur për din që duke më mundu që mos më thellu shumë në diçka, që mos me mbi kompliku për mosha tona, i lojnë mangësi pjesët të rëndësishme që neve nuk na lejojnë për shembull me kuptu tërësisht një fenomen, ose që për shembull në të ardhmen ndodh që tani e ki problem me rimësu në mënyrë trurin për ju përshtat qësaj metodës së re.
ndodh shumë shpesh për shembull që deri në klasën e 7 të mëson një metodë që zgjidhet në detyrë, kurse pastaj tani kur del siç kam dalën në 7 në 8-ën, për herë azi mësojnë një metodë 3 edhe vrejna që ndryshon. Tash nxënësi mund me pas pak problem. Andaj mendoj që ndonjëherë komaskoja është mirë që disa njësi të cilat i kena, nëse nuk e kemi moshën për mu thellu mjaftueshëm në to saqë njohuritë tona të jenë të përmbushura, atëherë ato njësi thjesht nuk janë përshtatshme për moshën tonë. Nëse një njësi është vetëm duke u zhvillu në pikat më sipërfaqësore, në esencën që nuk ka asgjë në të që është komplete e kompletuar për nxënësin që ta kuptoj, atëherë nuk është thjesht nuk është e përshtatshme. Po, interesant. Interesant, po kom dëgju vazhdimisht për shembull për tekstet që kanë ai stereotipe ose Po, edhe kjo. Ka ende, a? Po, ende ka. Kjo është të thonë, sa interesante që kjo perspektive jotja për shembull, që krahas këtyre, ju po e keni edhe një ndjenjë që gjanat po përsëriten vit pas vit, domethënë kjo është shumë e rëndësishme mu adresu për shembull. Për këtë temë po dëgjoj për herë të parë për shembull. Po. Edhe mendoj që çdo vit e më shumë sa jemi duke afru, klasët në ciklin më të ulët janë duke u ngarku më tepër e më tepër. Gjërat të cilat unë i kam mësu në klasën e 5 nashta kur kam dalë, vllau im i ka mësu në klasën e 3. Për shembull, kur e kena mësu forcën fërkurse, na tamam e kena mësu në klasën e 5, kur e kena mësu po them edhe për shembull ato të qetësisë ose terminologjinë e saktë. Kurse vllai jam i kam shumë më herët. Edhe më ka ndodhur në 2-3 raste që gjërat të cilat unë i kam mësuar kësaj vjet, kur kam diskutuar me tjerë më të vegjël se unë, kanë thonë për shembull, na vetëm i kemi mësuar ato ose kena diskutuar, që mendoj që i ngarkojnë ndonjëherë shumë këto klasë në fillim, e mandej tani përsëritën. Ju lajnë ma sidomos nëntën, pak ma rutinora. Sidomos nëntën kom dëgju që nuk e di tash unë si jam nëntën, po kom dëgju që për shembull, masi është edhe për testin e maturës pastaj që vjen, kom dëgju që shumë njësi për shembull janë përsëritje edhe që po thuaj se gjithë viti është vetëm duke ju rikthyer gjërat që vetëm i kanë mësu. Një rikapitullim e këtë procesit të 8 viteve para plakë. Lektyrat shkollore? Për lektyrat kam unë jam këgja kundër lektyrave ose fundja mënyrën se si ato zhvillohen në për shkollat tona. Mendoj që lektyrat ne që bëjmë, për shpjegoj tash në shkollën tonë. Sa lektyra i lexon ti për një vit? Ne i kemi sa ja rekomandon një çdo muaj. Domethënë një e kemi çdo muaj. Po thuaj se zakonshëm. Po, besoj që çdo gjithmonë ka qenë me çdo arsimtar që e kam has, e ke nga një lektyrë çdo muaj. Tash mendoj që me lektyrat janë disa faktorë pse i bëjnë ato të kaq të pa dëshiruara nga nxënësit. Se është alarmuese numri i nxënësve të cilët nuk i lexojnë lektyrat. Kom dëgju që sidomos në moshat tona tani shumë pak nxënës i lexojnë të vërtet librat, që e përmenem edhe punën e teknologjisë, din që edhe me AI, ose ndodh për shembull ka pas raste ku une apo 2-3 veta kemi qenë vetmit të cilët kemi qenë gati ta prezantojmë lektyrën në afatin e caktuar. Po mendoj që arsyeja për këtë urrëtie po them, është që më së pari është nxënësin leximi kur është i shtyrë mbi ta është i domosdoshëm, kur diçka është e domosdoshme mbi ta dhe nuk kanë mënyrë se si të lexojmë të spaku për shembull mbi interesat e veta, atëherë është shumë më i bën nxënësit të ndihen më të lodhur edhe thojnë hajt se nuk po marrim hiç. Nuk po mirëm hiç. Domethënë nëse nxënësi e kish pas aftësinë për shembull me zgjedh lektyrën e tyre ose me zgjedh ato të cilët kanë dëshirë me lexu, atëherë i shkon shumë më përshtatshme me që nxënësi lexon për interesat e veta. Unë e kam vrej shumë
që gjë të vetja, po s'fakti që jam më ngarkuar normal gjatë vitit shkollor, e vrej që gjatë kësaj periudhe unë lexoj shumë më pak se sa që lexoj gjatë verës. Për shembull, gjatë vitit shkollor ndoshta lexoj një libër, 2 libër më shumë se sa që më kërkohet brenda mujit ose brenda 2 muajve, kurse gjatë verës ka raste ku libra trasha i kry brenda ditës, me që gjatë verës lexoj ato që unë kam dëshirë ta lexoj dhe ato që për mua është interesante. Po ashtu mendoj që këtë lektyra i kanë te kalua fatet në të cilat ato rezonojnë me nxënësat tonë. Pra, çfarë do të thonë kjo? Mendoj që shumë lektyra kanë mbetur me tripa të së kaluarës, se tripa nuk e fjala dur, po me ideologjit, më mirë them, me ideologjit e të kaluarës. Për shembull në shumë lektyra ende flitet për ku burri qëndron në një pozitë më të fortë ose vendimarrëse mbi gran, ose patriotike, patriarkale, më se nuk më kujtë ke fjala. Ose ndodh për shembull ku dhuna është e paraqitur, ose ndaj fëmijëve, se jo domosdoshmë vetëm ndaj grave, ndaj fëmijëve, po edhe për shembull janë gjëra, ndodh që shumë lektyra të cilat na i lexojmë janë të zhvilluara për shembull në mosha më të mëdha, folin për shembull për lufta ose folin për martesa, po për shembull ato tema nuk rezonojnë as pak me nxënësit tonë. Me mua për shembull, unë në gjithë moment unë nuk jam duke përjetu kohën e luftës, unë nuk e kam qatë lidhje me lektyrat të cilat flasin për luftën, siç e kanë pas ndoshta prindrit ose gjyshrit e mi. Andaj mendoj që nëse fillojmë që lektyrat të reja të inkurajohen më shumë në kurrikula, edhe në listën e rekomanduar të lektyrave, do të ishte shumë më e përshtatshme për nxënësin. Sidomos ato nëse do të thonë me tema më aktuale dhe më të rëndësishme, që përmendëm teknologjinë, AI ose bullizmin nëpërmjet rrjeteve për shembull, pse sot gjeneratat për shembull raportojnë mërzim më të madhe se sa që kanë raportuar në të kaluarën, ose gjëra të tjera të tilla, të cilat thjesht sot kanë më shumë ndikim tek nxënësit, edhe të cilat na i rezonojmë më shumë, i ndjejmë më afër, edhe kemi si t'i dhojmë që dhojmë, domethënë informata ose mendimet tona. E qartë. E Bora për shembull, më bëhen një pyetje. Fakti që ti nuk e ke përjetu ta zonë luftën, a nuk duhet me lexu diçka për luftën? Unë nuk them që duhet mi eliminu tërësisht, normalisht, po s'paku që jo shumica e lektyrave janë të këtilla. Se s'paku, për shembull për luftat ne mësojmë edhe në histori, ose i mësojmë, ose mundem i mësu për shembull mundem mu vendos në gjuhë shqipe si pjesë shkëputra të literaturës, ku na mundem mi vrejt çdo impakte, çdo ndryshime. Atëherë çu shpe kuptoj unë, domethënë ti konsideron që lektyra duhet me qenë një proces i leximit për kënaqësi, jo domosdoshmërisht me mësu shembull për luftën përmes lektyrave, po sepse për luftën mësojmë përmes lëndave obligative. Unë mendoj që ideja kryesore pse lektyrat janë në shkollat tona është që të krijohet rutina e leximit. Kështu kam dëgjuar që ma kanë thënë, domethënë të rriturit ose me këndë që kam bisedu. Thonë që është rutina e leximit. Po nxënësi për me kriju rutinën e leximit, ai duhet që të ketë dëshirë të lexoj, ose thjesht të ketë entuziazëm, ose s'paku ta ndjen nevojën që të lexoj. Dhe nëse lektyrat janë gjëra të cilat nuk kanë nuk i ndjejnë, nuk i përvetsojnë nxënësit, atëherë nuk mund të prit që ato nxënës ta krijojnë atë rutinën. Edhe në këtë rast fillon duket që lektyrat më shumë bëhen vetëm për shkak se është i shkruar dikon që duhet mu bë patjetër, edhe e jo për nevojën ose shërbimin të cilin ata thonë që duhet të kryhet.
Edhe mënyra komentimit të lektyrave më duket që është shumë e prapambetën. Çush komentojnë referatet? Referatet, ne i komentojmë referatet, ne i kena referatet edhe e komentojmë me gojë. Domethënë dy mënyra, kur themi komentim me gojë, do të thotë që arsimtari varet kjo normalisht nga arsimtarja. Ose mundem me parashtru pyetje, ndonjëherë na lojmë për shembull thonë fillo të shpjegojnë shtjellojnë ngjarjen, ndaljen vazhdon tjetri, ose e kom pas një rast ku për shembull ne nxënësit kemi parashtru pyetje për nxënësit tjerë, edhe ana sjelltas, që këto mënyra prap janë më interaktive, më interesanta. Por kur kemi vetëm shembull referat me shënu tamam plot, ose që kom një që praktikohet shumë. Në klasë? Ne nuk jemi shumë, jemi 23 nxënësa aktualisht. 23 nxënësave, sa është numri nxënësave që i kopjojnë referatet? Mas pari numri nxënësave që i bëjnë referatet është ndoshta 5 dhe pjesa tjetër i merr piscinë 5, ha? Dhe besoj që vetëm ndoshta 2 ose 3 prej tyre themi i lexojnë libra. Tamam, tërësisht libra. Se ka edhe për shembull që i lexojnë, po i kalojnë tregimet ose se kjo ka ndodhur që e kam vërejt shumë për shembull kalojnë faqe ose nëse diçka nuk ju duket e rëndësishme, po dene e ka përcjellë, sidomos nëse jena me afat me një afat shkurtër, e di që nxënësat e praktikojnë çto. Kështu mendoj që ja pe 23 vetave, nëse vetëm 2 ose 3 veta janë duke bërë një komentim dhe një lexim thellësisht të lektyrave, është mjaft alarmuese. Edhe madje edhe ata 3 të cilët janë duke i lexuar tërësisht, janë gjysmë në gjumë, me që nuk ju duken interesante edhe thjesht vishin të e bu për not. Une e kam shumë që ndjesi me lektyra, lektyrat... Po e vrej që ko ke revoltume. Jo, jem shumë kundër lektyrave. Fundja prapë them saj mënyrë që organizohen ato. Ma ka paraqit një arsimtari problemin që, kur thash më herët që të lejohet nxënësi vetë me zgjedh lektyrën, ma ka paraqit si problem që për shembull po ti nuk mundet atëherë arsimtari me vlerësu atë nxënës, me që nuk është nuk ka arsimtari mundësi që t'i lexoj të gjitha referatet të cilët 23 nxënësave. Edhe ata nxënësat ose munden për shembull me shpik një trillim ose me përmend një libër që kanë lexuar më herët. E kështu në atë rast, mendoj që mënyra më e përafërt dhe më e përshtatshme që mund ta bëjmë ne si kolektiv është që për shembull nxënësit s'paku t'u ofrohen opcione të lektyrave. Për shembull, nëse ne i kemi 2-3 lektyra pimar disa të fundit që i kena lexu, e kemi Afërditën, Verorën edhe Robinson Crusoe-n, atëherë nxënësat së bashku si kolektiv klase të votojnë në njërin mbi ato edhe ta marrin atë lektyrë përsipër. Atëherë është shumë më përshtatshme edhe nxënësi ndihet që e ka pas një ka impact mbi ato që ka dëshirë ta lexoj, edhe mendoj që ishin rrit numrat e nxënësve të cilët në të vërtetë e lexojnë lektyrën. Edhe përgjithësia normalisht tani ju takon nxënësit se themi vetë keni përgjithë këtë lektyrë, atëherë tërësisht është faji tek. Është më e fuqishme. A më me të vetë cila është lektyra që nuk të ka pëlqy heq? Që nuk më ka pëlqy heq. I kam 2. Hajde. Edhe për arsye shumë ndryshme. Tregoni titujt një herë. Është Verorja. Edhe Ditari Ana Frankot. Okej, interesant. Verorja pse nuk më pëlqen është për shkak se Verorja është shumë që e përmena më herët e vendosur në të kaluarën, ka tematika të cilat nuk përshtaten, është për martesa, flet për është shumë Verorja në atë lektyrë shpesh herë është e abuzuar, është e paraqitur shumë keq, shumë e dobët, shumë e ligësht, edhe nuk është nuk e paraqet mënyrën se si ne jetojmë sot, edhe thjesht është e vrazhd, nuk kam rezonu fare me atë lektyrë. Më ka pëlqyer si tregim, për shembull, ka qenë interesant me lexu, po jo si Hiç valla është interesant. Urdhë? Hiç është interesant. Po
Basharapi, kidnapus, atë... Po prapë ka një storje, një... Po përpiqet me dhënë një mesazh, po deri sa vjen te mesazhi është shumë e zgjatën edhe andaj nuk më ka pëlqyer ajo pjesë. Ana Franco? Ana Franco është pak më interesant. Ana Franco e kuptoj rëndësinë e saj plotësisht edhe kuptoj pse e kemi si lektyrë shkollore, po mendoj që më shumë kish shku si proces leximi ndoshta në histori që e përmeni prap, se sa si diçka në si që e lexojmë si lektyrë, me që thjesht kur e lexon Ana Francon është nuk ka shumë, është ditar, po? Nuk ka shumë storje, është emocion, ndonjëherë nuk e kupton edhe saktësisht çka është ndodh, janë gjëra të cilat klasja u kanë rekomanduar. Ne kemi lexuar vitin e kaluar, klasën e 7. Klasa e 7. Pak herët, mendoj që është spoko nëse e vendosin si lektyrë, i shkon më mençëm ta vendosim pasi që na në histori folim për luftën e dytë botërore. Sa atëherë pastaj edhe e shohim impaktin edhe i krahasojmë këto dy ose ato dyja njëkohësisht. Po unë kur e kam lexuar thjesht më ka dogë që më është dukur shumë e bajatshme, shumë e përsëritur ndoshta sidomos kur filloj për shembull me fol për mënyrën siç ushqehen ata ose siç është dukur shtëpia në atë kohë. Prapë them, e kuptoj për shembull rëndësinë, po thjesht si lexim nuk është interesant, nuk është kaptiv për nxënësat fare. Shumë e qartë. Borë për të fund po du me ta borë një pyetje. Zakonisht mysafirët të rriturit që i kom prezent, në fund ju kërkojme na i rekomandu nga 3 titujt librave që ata që ju kanë lënë bresa gjatë jetës prej librave që i kanë lexu. Po ty sot po du me të vetë diçka tjetër, po du me të kërku me na jap një 3 këshilla. Neve të rriturve, në përgjithësi, mu, prindërve, bashkëmoshatarëve të mi dhe matë më shumë, qa të qofshin ato, këshilla, edhe po për këtyne 3-ave të paktën njëra me qenë për mësimdhënësit. Në rregull. Nëse mu, që ajo do më zdëshmërisht 3, unë e thash 3 kështu në parim, po më është një, po me ka mjaftë cilësore, ose nëse danë edhe ma shumë si 3, që është një ishte? Do të thoja që së pari është te rëndësishme që me përmbledh shumicën e gjitha e kom pas një herë në një esej që kom pas shënu, pyetjen që po të kishë mund të ndërroj diçka në botë, çdo të ishte ajo. Edhe mendimi jem që atëherë kam mbetur plotësisht i njëjtë, që është unë kisha pas dëshirë që të rriturit t'i dëgjojnë më shumë zërat tonë, zërat e fëmijëve. Mendoj që shumë shpesh fëmijët, moshatarët tonë, anashkalojnë pasi janë shumë të vegjël, nuk kanë përvoja jetësore, apo nuk dini ju, nuk i keni mendimet e formsume. Mendoj që është të rëndësishme që ju si të rritur, çfarë do moshe të qoftë, edhe nëse nuk kemi shumë dallim ndoshta të madh, nëse kohë vetëm për shembull 10 vjet dallim, zërat tonë janë po ashtu rëndësishëm sa ajo e juaj. Me që edhe pse ju keni ndoshta përvoja më shumë se sa ne që the edhe në fillim, petëm tashone, ne jemi pjesë e kësaj gjungës që ju gjithmonë e përmeni. Që ne një ndjejmë këto sene edhe si fëmiu që din ta argumentoj, ta sheh botën në një mënyrë tjetër, i rrituri nuk di. Andaj është të rëndësishme që këto zërat tonë të jenë prezent, të jenë të lartë edhe të kemi mundësi më shumë si kjo ku me shprej edhe na mendimin tona. Me plotësu veç pak që për shembull e tha na mundemi me pas përvojë më shumë. Për shembull, natyrisht unë kam përvojë më shumë se ti, se jam që 33 vjet kënej pari. Janë 20 vjet më shumë se ti. Po prap se prap, përvoja tona nuk janë të njëjta. Ti ke pas nashta një rrugtim pak më të shkurtër deri tash, po aty ku ke jetu ti, me njerëzit që ke fol ti, gjana që ti ke bu, nuk janë ato gjana dhe ato përjetimet që unë i kom bu, pra i kemi të ndryshme. Edhe fakti që ti e ma ere se one, kjo nuk nënkupton që unë nuk mësoj prej përvojave tua të ndryshme nga përvojat e mia. Edhe
një sen që kisha pas dëshirë shumë me cek që e kom diskutua edhe me prende dhe kur do që më jipet mundësia kam dëshirë me vënu parasysh, është që mendoj që të rriturit duhen me fillu t'i dhënë më shumë besim fëmijëve tyre ose fëmijëve në përgjithësi. Për shembull, mendoj që është shumë e rëndësishme që edhe ne të gabojmë, të mësojmë për gabimeve tona, nëse andaj edhe isha shumë kundër kontrollave që biseduam ma herët, me që fëmijët të cilët janë të burgosur brenda disa rregullave shumë strikte, atëherë ata fëmijë vetëm do të jenë aq më të aftë në thyerjen e atyre rregullave. Edhe është e rëndësishme që fëmiu të gabon, që fëmiu të mësoj, edhe asnjëherë mendoj që nuk është zgjidhja që sidomos normalisht që nuk flas kur jena ende foshnjë ose duke u zhvillu, po që tërësisht ju ndalohet fëmiu diçka ose që fëmiu mos të ketë opinion mbi diçka. Për shembull, një bisedim që kena pas me prindrit kohëve të fundit është bisedimi me njerëz për shembull online. Sot kjo dukuri është shumë ndryshe se siç ka qenë në kohën e juaj ku ende nuk ka qenë kaq e zhvilluar rrjeti ose edhe në këtë rast, për shembull, unë kam miq të cilët nuk i kam taku kështu drejt për drejt, po me të cilët folim në rrjete sociale ose luajmë video lojra së bashku etj. Tash, pavarësisht që prindrit e mi ndoshta mendojnë që mund të jetë e rrezikshme që unë nuk i njeh këta persona, ose nëse mendojnë që ka mënyra, është më mirë nëse, për shembull, luam me dikën që e njeh, ata mu ma dhojnë autonominë që unë më mund me vendos për veten, edhe mi marr parasysh. Normalisht, nuk them që prend tash milion fëmijë vetëm koti, po kur mënyra më e mirë se si të mirën sidomos me adoleshentë të cilët e kanë qatë nevojën me rebelu, qatë nevojën me thyr rregulla, me qenë zë për vetveten edhe t'jenë ai që dëshirojnë vetë jenë edhe të bëjnë ato që dëshirojnë vetë ta bëjnë. Është shumë e rëndësishme që këshillat të jipen, por jo asnjëherë të pos nëse është ndonjë rast alarmues normal, ne po flas në përgjithësi. Mos të jenë gjërat aq fikse, pasi bota nuk është mendoj kaq bardhëzi edhe nuk ja vlen asnjëherë që ta bëjmë ashtu. E vërtet. Edhe këshilla për mësimdhënësin? Këshilla ime kryesore për mësimdhënësit, domethënë pos këtyre dy javëve që veç përmenda, që mendoj që përshtaten edhe këto. Po pajtona. Është që mësimdhënësat t'i kuptojnë më shumë nxënësat edhe të vinë në orë me energjinë më pozitive që e përmendëm më herët. E di që vetëm e tham, po është diçka jashtëzakonisht shumë ndikuese tek nxënësi, edhe për të krijuar gjeneratën e re që jemi ne, për t'i dhënë frymë kësaj gjenerate, edhe për t'na dhënë neve mundësinë që të shndrisim në ato që i dim, atëherë së pari duhet dikush me na dhënë shkrepse, me na ndihmu, me na përqu flokën e tyre që ne ta kuptojmë edhe pastaj nga përvoja e tyre, nga pasioni i tyre të gjejmë edhe na pasione e dëshirat tona. Në fjalë tjera, me gjithë konsideratën për aspektin njerëzor, problemet, brengat edhe shqetësimet personale jashtë klasës. Kur të qenë klasën me lanë jashtë? Po, pajtona shumë. Mendoj që për gjatorës të arsimtar edhe detyra jote është ta përqosh lëndën sa më mirë tek nxënësi. Normalisht edhe nxënësi ka mirë kuptime nëse për shembull nuk ndihesh mirë fizikisht, siç ne presim që edhe arsimtarët të kenë mirë kuptime kur ne nuk ndihemi mirë për shembull, po gjithmonë më e mira është që në klasë të jemi pozitiv, të jemi kënaqur edhe të jetë një atmosferë e bukur e mësimit në cilën nxënësit kanë dëshirë të marrin pjesë. Dhe vetëm atëherë mendoj që Kosova do të shkon për mësime më të mëdha dhe do të kalojmë pastaj këto ngjecje që kemi mbetur. Okej. Bora, faleminderit shumë. Faleminderit edhe juve që më keni këtu.
Jo, shumë ka pëlqyer bashkëbisedimi. Po, mendoj që kena diskutuar dhe tema shumë të rëndësishme dhe që kom pas dëshirë mi nda me juve, me të rritur në përgjithësi. Faleminderit shumë që i ndave mendimet e tua, edhe faleminderit shumë që jetë sot. Edhe që shtashëm fillim, nuk u zhgënjeva, nuk naqa shumë në këtë kohë që i kalum bashkë. Ka ecë koha shumë shpejt, për shotar që nga ka shku ma shumë se nështë ta një orë i gjysh. Po kjo nuk kupten që ka qenë një bashkëbisedim shumë i këndshëm. Faleminderit. Do është në me që epizodën fjallë dhe epizodat e radhës të podcastit hap i gjeni në të gjitha platformat e Urban FM dhe të organizatës e teja. Unë ju dëshiroj një ditë të këndshme edhe shihemi në epizodin e radhës.